Konstituimi i Kuvendit të Kosovës ka dështuar për të 24-tën herë. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga shoqëria civile në Kosovë dhe faktorin ndërkombëtar që Kosova të krijojë sa më shpejt institucionet e reja. Votimi i fshehtë është propozuar më 1 maj nga kryesuesi i seancës, Avni Dehari, pasi kandidatja e partisë fituese të zgjedhjeve të lëvizjes vetëvendosje për kryetare parlamenti Albulena Haxhiu në disa votime të hapura nuk mori 61 votat e nevojshme që të zgjidhet në këtë post. Në vazhdimin e seancës konstituive, më 31 maj, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, AAK-ja dhe Lista Serbe refuzuan sërish që të propozonin një emër për formimin e komisionit, duke bërë që seanca të ndërpritej. Seanca do të vazhdoj pas 48 orësh përkatësisht të hënën. Përveç kryetarit të parlamentit, deputetët duhet të zgjedhin edhe 5 nënkryetarët e organit ligjvënës në mënyrë që të përmbyllet procesi i konstituimit të përbërjes së 9 parlamentare. Dhe vetëm pasi të ketë përfunduar procesi i konstituimit të Kuvendit, mund të ndërmerren hapa për formimin e qeverisë së re. Kriza politike vjen pasi asnjë parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme dhe ka mungesë marrëveshje mes tyre për të krijuar një shumicë në Kuvend.